إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد falënderimi takon vetëm Allahut, krijuesit të gjithësisë, paqja dhe selamet qofshin mbi Muhamedit alayhis salam, shokët e tij dhe mbi të gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Më dha sot kërkesa për të marrë një hutbë, edhe para se më marr dje edhe sot mendova çka më marr dhe nuk arrita me i hik një temës e cila mendoj se është shumë e rëndësishme, shumë aktuale. Mos kuptimi i kësaj temës ashtu sikur që duhet, ka rreziqe dhe pasoja shumëta. Edhe kjo është njëra prej arsyeve që mendova ta mbaj këtë temë, dhe ka disa arsye tjera, e ato janë se të pakt janë ata të cilët e shtjellojnë këtë temë. Arsye tjetër është se ka shumë të cilët nxisin të kundërtën e kësaj çka duhet me qenë. Edhe arsye tjetër është se ka shumë të cilët e dinë mirë këtë temë, mirë po heshtin. Dhe duke i pas parasysh krejt këto arsye që më sjellën kokë, e mendova me fol këtë temë që zgjodha për sot. Edhe me siguri ma veç se keni qëllu se për çka e kam ndërmend me fol. E ajo është rreziku i shirkut, e kundërta e tauhidit, për të cilin Allahu na ka krijuar. Rreziku pra nga shirku edhe konkretisht nga ajo që ndodh para syve ton ditët ku na jetojmë dhe marrim frymë, ajo është shirku bashkëkohor ku shejtani ka mashtuar shumë njerëz, ajo është shirku i demokracisë. Pra pika e parë me të reguar, me përkujtu për besimtarët cilët e din, rrezikun edhe kuptimin dhe me thonjën e shirkut. Islami na të regon, na mëson, se Allah na ka kriju që të adhurojmë vetëm atë, dhe mos t'i bojmë ati shirk. E shirku është me i bo ortak Allahut. Ortakllëku bëhet në tre mënyra, tre lloje. Ashtu sikur që tauhidi është tre lloje, tauhidi rububia, pra me besu se vetëm Allahu është krijuesi dhe furnizuesi. Tauhidi esmai wa sifat, me besu se vetëm ati takojnë emra dhe cilësitë e tij të bukura. Dhe tauhidi uluhia, me besu dhe me vepru, me adhuru vetëm Allahun dhe askën tjetër. Gjithçka që bën ndesh me njënën prej këtyre tre pikave, njeriu bën shirk. Pra mundet me bëj shirk në rububia, në atë moment kur e beson se ka një krijues tjetër ose dikush i cili e furnizon njeriu përveç Allahut. Edhe të këtij në botë munden me qenë pak. E kjo është shirku rububia. Shirku në esmai wa sifat është kur njeriu beson se është dikush tjetër i cili e ka ndonjë cilësi prej cilësive të Allahut. Për shembull, me besu se përveç Allahut i cili e furnizim, ka dikush tjetër i cili e furnizim, apo me besu se përveç Allahut i cili i din të gjitha sendet, ka dikush tjetër që i din të gjitha sendet, apo me besu se sikur që Allah është i gjithëmëshirshëm, edhe dikush tjetër i gjithëmëshirshëm, e kështu me radhë, edhe të këtill njerëzit, jo që nuk ka, po janë të pakt. E ajo që ka më shumë të shejtani i mashton njerëzit është të shirku e uluhia, pra shirku i adhurimit, kur njerëzit përveç Allahut e adhurojnë edhe dikant tjetër përveç tij. Pra, e besojnë tauhidin e parë, e besojnë që Allah është krijuesi dhe furnizuesi, e besojnë se vetëm ai është gjithdijshmi, furnizuesi, i gjithëmëshirshmi. Mirë po, e adhurojnë dikant tjetër përveç Allahut, duke bo, për shembull, sejdë dikujt tjetër përveç Allahut,
duke lut dikant tjetër që t'i jep diçka që nuk ka mundësia i me dhënë përveç Allahut, duke kërku për shembull prej dikujt me i dhënë evlat. E këta nuk e ka të drejta askush përveç Zotit. E këto janë adhurime, pra njeriu e bën me vepra, me gjuhë, me gjymtyr, me trupin e tij. I bën sejdë dikujt tjetër përveç Allahut. Edhe këtu është ai shirku ku shejtani ka mashtru shumicën e njerëzve. Ky ka qenë shirku në kohën e Muhamedit alayhis salam para zbritjes së Kuranit, ku mushrikët e kanë besuar Allahun, mirë po i kanë adhuruar zotra të tjerë përveç Allahut. Ky është ai shirk për të cilin Allah e ka dërguar Nuhin alayhis salam. Në kohën e Nuhit alayhis salam, populli bante mëkate të ndryshme. Në momentin kur filloi me adhuru dikant tjetër përveç Allahut, në kuptimin e këtill, kuptimin e uluhijes, duke i bërë sejdë dikujt apo duke bërë dua para statujave të njerëzve të mirë që kishin qenë, atëherë Allahu e dërgoi Nuhin alayhis salam. Pra kjo është pika e cila është në kundërshtim edhe lufta midis pejgamberëve dhe popujve të tyre. Shirku në uluhije. Kur Muhamedi alayhis salam i përmendi mëkatet e mëdha, më të këqija, më të rënda, të parën e ka përmend shirkun. Shirkun në gjitha llojet e saj. Pra i përmendi aty vrasjen, zinon, pirjen e alkoolit, e kështu me radhë, mirë po e para hyri, pra shirku. Tha Muhamedi alayhis salam se Allahu ka thonë në hadith kutsi, ana aghna shurakai ani shirk. Men amila amalan yushriku fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. Ka thonë Allahu, unë jam larg, jam distancohem, jam i pastër nga ajo që njerëzit bojnë shirk. Kush bën ndonjë vepër në të cilën ai bën shirk me mu dikant tjetër, atëherë e la atë edhe shirkun që ai e bën. Këtu është me rëndësi fjala fihi ma'i ghayri. Bën shirk bashkë me mu dikant tjetër. Ajo që shumica njerëzve mashtrohen. Pra, shirk zakonisht njerëzit bojnë e adhurojnë Allahun në disa prej veprave, mirë po në ndonjë prej vepër tjetër bën shirk. Pra, mundet me fal namaz, pra adhuron Allahun, bën hax, e adhuron Allahun, jep zakatin, e adhuron Allahun. Tana me në njënën prej veprave i bën shirk. Edhe me këtë shirk ai i azhëson krejt ka veprat e mira që i ka bë. Pra nuk është kusht me bë shirkun, me bë shirkun të tauhid rububie, edhe asma wa sifat, edhe uluhia. Mjafton të njëna prej këtyre. Pastaj, nuk ka kusht me bë shirkun në të gjitha veprat. Mjafton veç njënën prej tyre. Pastaj, të njëna prej këtyre veç pak me përzi, atëherë bëhet shirk. Prandaj, nga këto dy sende që i përmena, e kuptojmë rrezikun e madh edhe të vështirë kur njeriu bën shirk. Allahu e ka përmenë në Kur'an, ka thonë, inna Allaha la yaghfiru yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ka thonë Allahu nuk fal që t'i bëhet atij shirk. Nuk fal kuptimin ditën e gjykimit, nëse dikush shkon me mëkate, Allahu ka mundësi m'ia fal atij mëkatet nëse ka shkuar me tauhid. Por nëse vdes me shirk, Allahu nuk ja fal atij. Pra rrezikshme. Shirku qenë ka e vetmja punë, e vetmja vepër, me të cilën nëse vdes njeriu nuk ka shpëtim për ta, asesi. Kurse nëse shkon me vepra tjera mëkate, është vështirë, është keq, është rënd, mirë po mundet me shpëtu. Pastaj Allahu tha në Kur'an, innehu ma yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Thot Allahu, kush i bën shirk Allahut, për ta Allah e ka bë haram xhenetin. S'ka xhenet për ta. Vendi i tij është zjarri, edhe nuk ka për ta kush i ndihmon. Shirku është më e keqe se me bë dikush zina. Zinaja është shumë e keqe, për mëkate të mëdha. Me bë dikush shirk është më keq se me bë zina. Është më keq se me pi alkool, është më keq se me vrarë dikant pa hak, është më keq se me pi alkool, se me përdor drogën. Është më keq se krejt këto bashkë me i bë në një vend. Shirku është më i keq se krejt këto të gjitha. Është më keq se krejt këto të gjitha me i vepru ta njëtën. Prej në veçli deri në pleqëri, derisa të vdes. Ditë e natë me i bë këto veprat, e këqija janë shumë keq. Mirë po me bë shirk veç me një rast, veç me një moment, është më keq se krejt këto. Duke pas parasysh këta, që na po mundohemi me sqaru, e pejgamberët e kanë ditë shumë më mirë se na. Edhe janë friksu shumë më shumë se na.
Prandaj Ibrahimi a.s. të cilën Allahu e lavdron, duke ditë se ai është baba i pejgamberëve, shumë pasardhës të tij kanë qenë pejgamber, dhe Allahu lavdron shpesh Ibrahimin a.s. edhe është prej 5 pejgamberëve më të dalluar. Ai megjithatë kur ka bërë dua Allahut ka thonë: "Wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam." E ka lutur Allahun, ka thonë: "O Allah, ruaj mua edhe bijtë mi, pasardhësit e mi, fëmijët e mi, që mos të adhurojmë, mos të bëjmë ibadet, mos të adhurojmë idhujt." Pse? Se Ibrahimi a.s. e kuptoi këtë që ne po mundona me sqaru. Pastaj në bërjen e shirkut nuk ka hatër. Allahu nuk ka hatër që dikush nëse e bën shirkin është njëri i madh, është dietar, është shumë dietar, është mujahid, e kështu me radhë, nuk ka hatër. Për shkak se nuk ka hatër as edhe te pejgamberët nëse hipotetikisht ata kishin me bën ndonjë prej shirkeve. Për ka e dim këta, Allah përmend në Kur'an, edhe i drejtohet Muhamedit a.s. edhe kjo është e frikshme kërcënuese, edhe i thot: "Lein ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin." I thot Allahu Muhamedit a.s. nëse ti, do të thonë ti o Muhammed a.s. nëse ti kishe me bë shirk, kishin me të asgjësu, me të zhdu krejt veprat. Pra vllazni, nëse pejgamberi selam, që kjo është larg mendjes, po për me kuptu na rëndësinë edhe rrezikun e kësaj, nëse pejgamberët kishin me bë shirk, kishin me asgjësu krejt veprat edhe s'kishte me pas hatër. Pastaj surën An'am, Allah masi përmend shumë prej pejgamberëve me emra dhe i lavdron ato, fund pastaj thot: "Lein ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Nëse ato kishin me bë shirk, kush ato? Pejgamberët. Nëse kishin me bë shirk, kishin me asgjësu krejt ajo që kanë vepruar. Pra mendoj që me këta kaq mjafton me kuptuar rrezikun e shirkut. Nëse s'ka hatër të pejgamberët, s'ka hatër të dietarët, s'ka hatër të sahabët, s'ka hatër të tabiin, të tabiin, të dietarët, e të nama edhe ma shumë nuk ka hatër. Pra e rrezikshme edhe me pas frikë. Arsyeja e dytë pse dashna me fol këtë temë është se shumica këtë çka e thash e kuptojnë, e dinë edhe pajtohen. Thonë po, ç'ashtu është. Ajo që ata nuk e kuptojnë është se nuk e kanë kuptuar se edhe demokracia është njëri prej këtij lloji të shirkut. Pra ato e dinë që shirku është me i rasëj dikujt, e dinë shirk që është me bë dua dikujt, por nuk e kanë kuptuar se demokracia është shirk. E pse demokracia është shirk? Për shkak se këto është njëra prej veprave që duhet më u drejtuar veç Allahut, e njerëzit ja drejtojnë popullit, ja drejtojnë dikujt tjetër. Në Islam vetëm Allah është ai i cili cakton ligje. Vetëm Allahut i takon me tregu për diçka a është halal, a është haram. Kujt tjetër nuk i takon. Pejgamberët kur të tregojnë hadithe, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hadithe e ka frymëzim shpallje prej Allahut. Prej mendjes së tij nuk i takon askujt. Sahabëve s'kan drejt me thonë kjo halal, kjo haram, prej mendjes vet. E ku më të tjerëve. E ku më dikujt që lidhje s'ka me Islamin, se do Islamin edhe lufton Islamin. E ata janë zakonisht njerëzit të cilët i kanë përpilu ligjet, sistemet, kushtetutat e shteteve në cilat na jetojmë sot. Sot demokracia, dje komunizmi, nesër ku më di çka. Pra, demokracia është një sistem, një ligj ku njerëzit bojnë disa ligje, rregulla edhe i bojnë ata kushtetut për popullin ku ato jetojnë. Edhe në definicionin e tyre ato thonë që demokracia është gjykimi i popullit për popullin. Kurse në Islam Allah na ka mësuar, na thot në Kur'an, Allahu inil hukmu illa lillah. Gjykimi i takon vetëm Allahut, as kujt tjetër. Amara alla ta'budu illa iyyahu. Ka urdhëruar që të mos adhuroni askan tjetër përveç tij. Allahu pra, mos e përmendi që gjykimi i takon veç Allahut, e përmendi fjalën ibadet. Tha, veç atij takon me i bë ibadet. Pra, veç atij takon që na mu gjyku te ai. Vetëm atij takon që na me i marr ligjet prej tij, me ditë cila punë është halal e cila punë është haram. Në demokraci janë shumë. Domethënë veç fakti se ata e marrin të drejtën për me bë ligje, që kjo mjafton për shirkun. Po për me shtuar, për me kuptuar edhe më mirë, marrim disa shembuj. Në Islam Allah e ka ndaluar alkoolin, në demokraci alkooli është i lejuar. Me disa kushte ama i lejuar, për moshës 18 vjeçare e lejon. Është ndaluar në Islam zinaja, ato e lejojnë zinon sipas disa definicioneve nëse njeri është i pajtimit, burri ose gruaja. Allah e ka ndaluar kamatën, ato e lejojnë kamatën. E të na është e trishtueshme veç me bë kamatën. Po me thonë kamata është halal,
kjo është kufur, kjo është shirk. Po me bo me pranu ligjin ku veprohet kjo është ala ma keq. Po nëse ti lufton që ky ligj të implementohet, të zbatohet, edhe ma keq. Po ti nëse i thirr edhe të tjera që me bot njëjtën, edhe ma keq. Pra e keqja vitështohet. E sot na jemi dëshmitar se kjo po ndodh. Vila ala ma keqja është se po ndodh nga njerëzit të cilët duhet me thirr në islam. Nga njerëzit të cilët 25 vite apo 30 vite kanë vënë davet, kanë thirrë në islam, nga grupe menhexhe të ndryshme dhe tash i ki bashkë aty me ata të cilët thirrin në demokraci. Sot diki njerëzit hoxhallar që ndoshta dje janë mshef e kanë bën ndonjë lejim në mënyrë tinzare apo të fshehtë, kurse sot dalin publikisht hiç pa gajle, hiç pa dert, bile me krenari. E kjo është ajo që kanë bënë mua me folë me tregu që demokracia është një anë prej këtyre shirkeve. Allahu thot në Kur'an: "Afa hukmel jahiliyati yabghun." Thot, a mos kërkojnë ata ndonjë ligj të jahiliyetit? "Wa man ahsanu hukman liqaumin yuqinun." A ka ligj më të mirë se ligji i Allahut? E pyetja është, ky ligj i demokracisë, a pretendon dikush që nuk është ligj i jahiliyetit? A pretendon dikush që ky ligj i demokracisë është ligji i Islamit? Zbesoj që këto dikush e thot, edhe ka guxim me e thon. Allahu në Kur'an, për me qenë shumë e qartë puna, thot: "Wa man lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun." Kush nuk gjykon, nuk sundon, nuk qeveris me atë çka Allahu e ka zbrit, pra me Kur'anin dhe Sunetin, ai është jo besimtar, kafir. Në ajetin tjetër, fa ulaika humuz zalimun, në ajetin tjetër, fa ulaika humul fasiqun. Pra ata janë kafira, ata janë zullumçar, ata janë fasika. Një koment i kësaj se domethënë qafirat janë edhe zullumçar dhe fasika, por kur thot zullumçar fasika e ka kuptimin jo besimtar qafira. Kuptimi tjetër është se nëse vendos ligje, atëherë është qafir, kurse nëse nuk e vendos ligjin, po jeton me vend ku ka shariat, edhe gjykatësi ndonjëherë për shkak dashurisë ndaj një rishfeti apo për shkak se anon nga dikush që e ka të afër, gjatë gjykimit midis dy njerëzve kur ata kanë mosmarrveshje, anon pak nga dikush tjetër dhe bën hile. Ama jo që vendos ligj tjetër, po bën hile, edhe kjo është e kuptimi i fjalës zullumçar apo fasik. Allahu surën Kahf e përmend dhe thot: "Wala yushriku fi hukmihi ahada." Dhe nuk i bën shirk në hukm, në ligjvënie atij askush. Ajeti shumë i qartë. "Wala yushriku fi hukmihi ahada." Me një kirajet tjetër, lexim tjetër të kirajetit Ibn Amir, lexohet ky ajet: "Wala tushrik billahi ahada." Edhe mos bën shirk, kjo në formë urdhërore të ndalesës. Mos i bën shirk Allahut në fi hukmihi ahada, në ligjvënie askam tjetër. Në këtë ajet, një prej komentatorëve të njohur, Muhammed El-Amin Shenkiti, e ka shkruajtur një libër Adwaul Bayan, se ky ajet e tregon edhe e lidh këtë ajet me demokracinë, edhe tregon se kjo demokracia është shirk. Çfarë shkon e po mundon me thonë. Edhe thot, kush se ka marrë vesh se ai i cili ka marrë ligj tjetër përveç ligjit të Allahut, në këtë rast demokracinë, kush se ka marrë vesh se ai sa musliman, ky shumë sena s'ka marrë vesh. Domethënë, çështja është çaq e qartë sa dielli në mesditë. E këta nuk e ka marrë vesh, veç kujt ja ka verbruar Allahu sit, edhe zemra. Është një ajet në surën An'am, ajeti 121. Allahu aty tregon se mushrikët, duke i bërë cytje atyre jahudit, i thanë mushrikëve, jahudit i thanë mushrikëve, me shku te sahabët, edhe me i pyet ata, me bën një pyetje provokative. Me i thanë atyre: "Çish ka mundësi ju mishin të cilin e preni ju, pra e therrni, e hani, e keni halal, kurse mishin i cili është coftin, pa ato nuk i thanë coftin, i thanë mishin të cilin e therr Allahu, pra llogaritën coftinën si e therrura e Allahut, se e ka therr Allahu, kur e therr Allahu ju nuk e hani, a kur e therrni ju vetë ju e hani, ju apo e bani vetveten më të vlefshëm se Allahu. Kjo keni provokim. Për shkak se në Islam apo coftina, ajo shka cof, nuk hahet, kurse ajo shka therr hahet. Edhe kjo i boni cytje pak sahabëve, u tutën, nuk thanë kur gjë, po shkuan më njëherë te pejgamberi alayhis salam me e bë pyetje, me sharu, edhe Muhamedi alayhis salam
ju sqaroj. Pa ajo që ka më rëndësi të ky rasti është se Allah e përmend këtë rast dhe thot, nëse ju kishi bind atyre, do të ishit mushrik. Qysh do t'ju bindeshit? Nëse ju e kishi llogarit që coftina është halal, pra e kishi ndru dispozitën, e kishi ndru ligjën e Allahut. Allahu ka thonë coftina është haram, ato për ju bëjnë cytje juve, e ju mashtroni e thoni, po, coftina është halal, nëse këtë e kishi bë, atëherë ju kishi me qenë mushrik. Pra, veç një ligj me ndru, Allahu për e quj ka atë person mushrik. Po nëse ndron 2 ligje, 3, 4, 5, krejt Kurani nëse ndron, e nëse lufton ti për që ata për me muzbatua, ja, nëse i kesh ato që thonë momës shkoni anena, veç trashët zullumi, veç trashët e keqja. Me këto shka përmenda, do është me të regu pikën e dytë se demokracia është tamam qaj shirku për cilës Allahu në tërheq vërejtjen. Arsyeja tretë pse do është me folë për këtë pikë është se disa e kuptojnë pikën e parë, e kuptojnë rrezikun e shirkut, e kuptojnë që demokracia është çështë që ju thashëm, mirë po gjejnë arsye të kota të pa argumente. Duke thonë, po, e dim që është kështu, e dim që është kështu, mirë po, na e kena qëllimin e mirë. E para, e dyta, na s'kena zgjidhje tjetër. E treta, na friksohemi se nëse se bojmë këta, na ndodh kjo e kjo e kjo. E disa të katët janë shumë sinqert, thonë, po bese mes pa punë, e kam për një rrogë kështu me radhë. Për shkak se e dim shumica atyre që shkojnë në parti, edhe ato të zhytur kështu të thellë, bile, edhe ato kryetarët e partijave ndoshta e dinë që këtë kjo lojë, këtë kjo mashtrim, këtë e dinë që kjo është kur gjo hiç. Mirë po për ndaj far arsye e bojnë. E disa të cilët e dojnë Islamin, i kuptojnë që të dy pikat e para, mashtrohen të këto. Ose thonë e kena qëllimin e mirë, ose thonë tutmi për atyve, ose thonë s'kena çka na bëve. E këtynve i përgjigjemi me atë që Allahu ju është përgjigjë në Koran. Surën Nisa, Allah e përmend edhe tregon thot ta ekipa ata të cilët thojnë, pretendojnë, yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna yatahakamu ila at-taghut. Ta ekipa ata të cilët pretendojnë. Fjala pretendojnë, domethënë sa është ashtu, po ata thojnë që është ashtu. Ata pretendojnë se janë musliman, janë besimtar, mirë po, dëshirojnë mu gjikut të taguti. Pra, Allah me këta jetë për nga të regon që këta nuk janë besimtar. Këta veç pretendojnë. E qka është arsyeja pse ata nuk janë besimtar? Për shkak se dëshirojnë të gjykojnë të taguti. Yuridune të hakemu le tagut, wa qad umiru e yakfuru bih. Nësa ata janë të urdhëruar që me hikpja ati tagutit. Këta këto shkojnë. E bojnë këta. Ma vonë ajeti, faqen 88 surës Nisa, prej ajetit 60 deri ajetin 65, ma vonë tregon i njëjti grup, thot ishe ato që vinë të ti, të pejgamberi selam, yahlifuna in aradna illa ihsana wa tawfiqa. Ato thonë pasha Allahin, na e dojmë veç mirë me bo, na s'dojmë me bo keq. Na dojmë mirë me bo, mirësi. Domethënë kena qëllimin e pastër. Mirë po këtë qëllim i pastër nuk i arsyetoj ka. Allahu në fillim të ajeteve i quajti jo besimtar, kurse edhe më vonë me njëherë mas kësaj fjale që e thonë, Allahu thot ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa idhhum wa qul lahum qawlan baligha. Thot Allahu e din çka kanë këto në zemrat e tyre. Dhe me këto janë të rrejt, veç janë të thonë ashtu. Ose edhe nëse nuk rrejnë, kjo nuk i bën, nuk është arsye. Pra thot Allah largoje prej tyre, këshilloje thuj atyre fjalë të mira. Grupi tjetër të cilët thonë se kena frikë, i përkujtojmë në ajetet surës Maide, ku Allah na tregon se edhe na urdhëron, thot mos më marr miq as jehudit as krishterët. Kush i merr miq për juve ata është siguraj. Tana thot fatara alladhina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira. Thot isha masanë disa që kanë smundje zemrat e tyre, shkojnë ka ato, anojnë edhe thojnë na friksohemi se mos po na ndodh na e keqe prej tyre. Pra ato thojnë na friksohemi, mirë po më herët Allah na tregoi se kush shkon mas aty më është sikur ato. Pra nuk ka arsyetim. Grupi tjetër thojnë tamam, ama s'kena zgjidhje. Këtë e kuptum, mirë po çka më bë. Edhe këta të ngratit mendojnë që kur s'ki çka më bë, do të patjetër më bë të keqen. Nëse me të vërtetë s'ki çka më bë, duhet më nejt. Duhet me bo çka e kanë bo pejgamberët kur s'kan mujt me bo diçka. Duhet me bo atë çka e kanë bo sahabët dhe muslimanët e mirë para neve,
kur s'kan mujt me bë diçka. Pejgamberi alayhis salam një periudhë për mes ka mujt me bë shtet e kështu, veç e ka bë davetin. Edhe ato i kanë bë shumë tortura. Edhe tortura aq shumë ta, çka neve s'është na ndodh, Allah na rujt mos na ndodhe. I ka ndodh deri në atë gradë që 3 vite ka pas embargo. Embargo në kuptimin as si kanë dhënë ushqim, as pije, as mu martu, as si kanë lënë me dal pi venit, as se ka lënë dikush me armë ndihmu atëmbe. Çështu. 3 vite. Edhe ata jo që këto mu bë mushrik, po veç me mshel gojën, edhe mos me fol, mos më u thonë që ju jeni në të keqen. Edhe pejgamberi alayhis salam nuk e pranoi, as sahabët nuk e pranon, bile, edhe disa që ishin mushrik, ama ishin familjarë të pejgamberit edhe disa prej sahabëve, edhe ato i ndihmuan këtyve, duke dashur mi ndihmu muslimanëve, edhe këto hinën në embargo. Pra pejgamberi duroi. Tana Muhamedi alayhis salam ja sollën pushtetin, i thanë, kena me të bëtu të parin, jo dytin, jo tretin, jo në fund atje. Kryesorin kena me të bëtu. Çka me bëu? Veç me shujt. Jo më bëu sikur na, veç me shujt. Edhe pejgamberi alayhis salam nuk pranoi. Pra, pejgamberi alayhis salam edhe tjerët kur nuk patën mundësi me bëu diçka, e banën këta. E banën davetin. Ata cilët mendojnë se te kjo pika i mshelin syt, njënin sy ose 2 ose edhe vesh, këtë i mshelin, edhe shkojnë mas aty me cilët japin kësi lloj fetfaje, kësi lloj arsyetimi, si lejohet kjo ose lejohet ajo, duke ditë bëllë mirë se nuk është ashtu, po edhe nëse nuk e din, edhe mashtron pas dikujt duke mendu se nëse ngon një hoxh i cili nuk ka argumente mjafton për ty ditën e gjykimit, i përkujtojmë me ata se Allahu na thot surën Teube për disa të cilët kanë bërë kështu, Allah e qunë se ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Thot i kanë marrë rabinët dhe ahbarët, pra dietarët e krishterëve e jehudëve i kanë marrë për zotra përveç Allahut. Kur ndodhi kjo që me llogarit me e marrë dietarin si zot, njëri prej sahabëve i cili më herët kishte qenë krishter, tha na si kena adhuru ato. Muhamedi alayhis i tha, a e bëshin ato halalin haram edhe haramin halal? Edhe ju shkojshim as atyre? Po, ka thonë kjo ka qenë ibadeti që ju e keni bën ndaj tyre. Për me këtë ibadet, Allah e konsideron se ju i keni marrë ato dietarët për zotra. Prandaj edhe gjithkush i cili e merr dikan për ndonjë fetva, sy mshel, pa argument, në kufër edhe në shirk, i bjen sikur me marrë atë dietarin për Zot. Pra punë e rrezikshme. Arsyeja e katërt pse kam dashur me fol për këtë pikë është se dikush e kupton të parën, e kupton rrezikun e shirkut, e din që demokracia është shirk, e din që s'ka arsye hiç, kështu që përmenda, mirë po, nuk flasin, heshtin. Nuk ja kallëzojnë njerëzve atë çka duhet m'ia tregu. Disa e bojnë nga ajo se mendojnë që janë të pafuqishëm, thonë që na po folim e kur gjë s'po ndodh. E dyta, ka mundësi kanë në kokën e tyre ndonjë strategji shumë të gabuar, e cila i mashtron dhe i bën ata me hesht. E këtynve ju përkujtojmë ajetin surën Maide, ku Allah thot: "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila min lisani Dawuda wa Isa ibn Maryama, dhalika bi annahum asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, labi'sa ma kanu yaf'alun." Shumë e frikshme vëllazë. Ka thonë, të mallkuar janë ata bani Israilit nga gjuha e Davudit dhe Sulejmanit alayhis salam. Të mallkuar. Për shkak se veprun të keqen edhe nuk i nalën këta të tjerët nga e keqja. Në disa e bënën të keqen, kurse disa dietarë nuk i ndalen atë nga e keqja. Tefsirin e këtij ajetit përmend se thot ka pas disa ose ka disa të cilët ju fol një herë a dy herë dikujt për këtë keqe, për këtë shirk, për këtë kufër, i fol një herë dy herë, edhe ai smer vesh, edhe ai vazhdon rrugën e vet, edhe thot transmetimi si këtij nuk i bëhet vonë nesrit bashkë me urmen i tavolin, e me pas dost, me pas shok, e me vazhdu jetën me ta, sikur mos me pas ndodh kur gjë hiç. Kjo është tefsiri i këtij ajeti, edhe rreziku është se ata që bojnë të keqen, edhe këta që nuk i nalin ata nga kjo e keqe, janë në rrezik të madh. Pastaj gjithashtu në surën Maide, Allah na tregon thot: "Wa tara kathiran minhum yusari'una fil ithmi wal udwani wa aklimu suht, labi'sa ma kanu ya'malun." Thot isha ti shumë prej tyre, të cilët kanë bërë turr, shpejtojnë nga ajo fjala e keqe, nga në armiqësi, edhe nga ushqimi haram.
Thot sa e keqe është kjo çka veprojnë ata. Pra Allah po na tregon për një grup njerëzve të cilët bojnë disa lloj mëkate. Thot kjo është shumë e keqe çka veprojnë. Tha në ajetin e ardhshëm Allah thot laula yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbaru an qawlihim al-ithma wa aklimu suht la bi'sa ma kanu yasnaun. Thot pse këto dietarë se sikur këto dietarë ti kishin këshillu këto që bojnë mëkat nga fjala e keqe dhe nga ushqimi haram. La bi'sa ma kanu yasnaun, sa e keqe shëmtuar është kjo që ato e veprojnë. Pra të njëjtën fjalë që e tha për ata që veprojnë haramin, të njëjtën fjalë Allah e tha për ata që nuk i ndalin të tjerët nga harami. Edhe këtu në tefsirin e kësaj vjet një transmetim ku Allah e ka dërguar një anën prej melaçeve me shkatru një fshat. Edhe kur ka shku melaçe e ka pa një person duke bëj ibadet aty shumë, i ka treguar Allah i ka thonë fillo shkatrim pe atij personi. Për çka se ky personi ka qenë për atyre që ka bëj ibadet për vete, por nuk i ka këshillu të tjerët. Pra ajet i frikshëm, trishtues për ata të cilët e dinë, edhe këtu përmend fjalë ahbar wa ruhban, rabbaniyun wal ahbar, pra dietarët e krishterëve jehudive, por këtu hintan edhe dietarët edhe muslimanëve, të cilët nuk i nalin njerëzit nga e keqja. Nga e keqja e përgjithshme, çka do të qoftë ajo. E nëse kjo e keqja është kulmi i këqijave, sikur që thamë që është shirku, atëherë rreziku i mos ndalimit njerëzve nga shirku është edhe më i madh. Ka thënë Abdullah ibn Abasi, komentatori më i mirë i Kuranit, për cilin Muhamedi alayhis salam ka bërë dua që më ia mësua atij tefsirin e Kuranit. Ka thënë nuk ka në Kuran ajet më çortues, më i frikshëm, më kërcënues për dietarët se sa që ky ajeti. Ka thënë gjithashtu Dahak, njëri prej komentatorëve, ka më shumë të qitutna që kanë frikë është që ky ajet. Kjo në formë përgjithshme kur nuk nal prej harameve. Kurse interesant te tefsiri ibn Jarir at-Taberiut, tefsiri më i mirë, thot ai, çka do të thonë që kjo fjala nuk i ka nal atë nga fjala e keqe. Nga fjala e keqe, qaulumul ithm, ka thonë kjo është se ata njerëzit kanë bërë keq duke gjyku me diçka tjetër përveç ligjit të Allahut. Njerëzit kanë qenë duke gjyku me ligj tjetër përveç ligjit të Allahut. Duke i mashtruar njerëzit, duke sjell diçka ato vetë kanë shkruar librin e dini me dorën e vet, e ka thonë që kjo është prej Allahit. Edhe i kanë mashtruar njerëzit mashtruam janë gjykuar me çata, duke menduar që ajo është prej Allahut. E çka është ajo fjala e keqe. Dietarët e kanë ditë që kjo po ndodh, s'kan fol. S'kan fol. Allah i kërcënon. E ta shumë përparashtë një pyetje. Nëse ato kanë menduar që ajo është prej librit të Allahut, edhe janë mashtruar, edhe të kanë shumë e keqe. Çka themi kur na e dim sigurt që kjo nuk ka prej librit të Allahut? Na e dim sigurt se demokracia nuk ka prej librit të Allahut. S'ka kurkush në dynjë as musliman as jo musliman që thot demokracia për Islamit. Na këtë dim që nuk është, edhe e bojnë jo msheftazi, haptazi, jo të msheft të rujt, po me krenari, duke nxit, edhe njerëzit heshtin. Edhe ti këtë e di që shirko i keq, e din që demokracia është e keqe, e din që hiç s'ka arsye tim këta, edhe ti shumë. Allah na rujt nga kjo, për shkak se është shumë e keqe. I përkujtojmë shkurtimisht ata një grupi njerëzve, Allah na rujt, të cilët fjalë për fjalë çka më të thonë, çështo e kanë pas. Bile shumë prej kësaj i kena mësuar prej tyre. Mirpo tash kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar ose duke mos fol, mos fakti, po më shumë se kjo kanë ndryshuar duke dhënë diku ndjathë shmajt me ndaj çosh, ndaj fetfa, në mënyrë të heshtur, ose edhe rrafsh e kanë ndryshuar më krejt, janë bërë prej atyre të cilët thirrin kët. Ama herët kanë dalë nga kjo. Ata i përkujtojmë në një ajet surën Al-Araf, Allahu përkujton rastin e një dietarin kohën e Musa alayhis salam, i cili u mashtru mas popullit të tij dhe bëri dua kundra, dashni me bë dua kundra Musa alayhis salam, po goja u ngatrua dhe bëni dua për kundra popullit vet. Sidoqoftë ai vendosi me bë dua kundra Musa alayhis salam. Allahu e çon ata se shembulli i tij është sikur shembulli i qenit. Nëse jep ushqim leh, edhe nëse se jep ai leh. Puna e tij më është këtë njësoj. Pra ka krahason dietarin e madh, i cili ka qenë në një qenë, ma në sfunti, pse? Arsyeja se ndryshoj rrugën. Edhe fundit, përgëzim edhe myshde për krejt ata që e kanë kuptu të parën, e kanë kuptu që demokracia e keqe, e kanë kuptu që s'ka arsye tim, nuk heshtin po folin, edhe din që kjo është rruga e pejgamberëve,
edhe din që kjo është rruga që na duhet me bë vazhdimisht, edhe se kanë dert hiç për kur gjë, edhe vazhdojnë myshde për ata në ajetin e Allahut ku thot walladhina ijtanabu at-taghuta wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshir ibad. Thot ata të cilët u distancuan, u shmangën prej tagutit, edhe ju kthyn Allahut, për ta ka përgëzim. Pra përgëzimi është për ata të cilët largohen prej tagutit edhe drejtohen Allahut. Fabashshir ibad. Edhe përgëzoj besimtarët edhe me të vërtet përgëzim për besimtarët, edhe Allah e shtoft numin e këtyre besimtarëve, se nda e kanë kuptuar këta, edhe nuk rrin anash, nuk bën për aty me të cilët kanë kuptuar edhe rrin me një çosh atje, ose me një çosh xhamis, ose me një çosh atje na përcjellën veç prej internetit, edhe këtë janë me neve, ama rrin larg, po i bëf për aty me të cilët zhytën. Kur tham zhytën me trup, me shpirt, me krejt për këtë thirrje. Se kjo thirrje është shumë e nevojshme. Është shumë pak që i bëhet, edhe është shumë e nevojshme. Më bëu për atyre të cilët pejgamberi Isa alayhis salam kur thot men ansari ila Allah, qalu hawariyun nahnu ansarullah. Kur tha Isa alayhis salam, kush janë ndihmësit tem në këtë rrugën që e kam marrë, ata hawariyun thot na ndihmësit e tu. Edhe krejt këto grupe edhe neve më shumëti i përkujtoj me atë se dunjaja është e shkurt. Është shumë mashtruese, edhe që kjo është ajo kryesorja që i mashtron njerëzit. Këtë që i mashtron bëhet për shkak të dunjajës. Allah e ka përmendur në Kur'an, dhalika bi annahu mustahabbu al-hayat ad-dunya 'ala al-iman. Kjo krejt ndodh për shkak se ata e dashnin dunjajën më shumë se imanin. Al-malu wal-banun zinatu al-hayati ad-dunya. Pasuria dhe fëmijët janë veç zbukurim e jetës kësaj bote. Wa kullum atihi yawm al-qiyamati farda. Secili ka me ardhur në ditën e gjykimit, veç vet ka me ardhur. Edhe për fund, Allah thot wala takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Mos të tradhoni Allahin, as mos të tradhoni pejgamberin, duke ditë se ju e dini këta bollëmir,